Transmetohet nga Yunus ibn Ubejd, ka ardhur njëri tek ai duke u ankuar për varfrinë që ka. Yunus ibn Ubejd ka deshur këtë njeri pak me zgju dhe me falenderu Allahun Azza wa Jalla dhe mos me qenë pesimist. Dhe mos me qenë nga njeri i cili vazhdimisht ankohet. A ma jep një sy për 100.000 dirham? 100.000 dirham po t'jap në dorë, ma jep një sy. Jo, ma ka thonë, se jap. Edhe po a ma jep dorën për 100.000 dirham, një dorë. Asë se si. Edhe po ma jep këmbën. Për çdo këmbë ka 100.000 po t'jap. Jo, thot nuk bjen shpejt. Thot pas ke pasuritë të mjaftueshme. Që duhesh me falenderuar Allahun subhanahu wa taala. Mos anko, sepse ke shumë të mira. Pa ka te që elhamdulillah jam mirë e shëndosh. Këto gjëra nuk blihen me pasuri. Andaj kanë thënë, shëndeti është pasuria më sheftë e njerit. Shëndeti është pasuria më sheftë. Që ndoshta nuk është një dy dorë sikur se paraja që duket apo ari dhe argjenti. Por e ke në brendi, je shëndosh e mirë, është pasuria më e madhe. Andaj duhet të falenderojë Allahu subhanahu wa taala se çka vlen pasuria monetare nëse nuk është pasuria e trupit, po pasuria e mendjes. Duhet të falenderojë Allahu azza wa jalla për këto mirësi. Dhe duhet ta mësojmë veten për me falenderuar Allahun subhanahu wa taala në forma të ndryshme.